ka mbështet terrorizëm ndërkombëtar, i cili terrorizëm ka kryer akte të dhunshme kudo në Evropë dhe kudo në Perëndim. Dhe mbështetjen të cilën Gjoja ka dhënë Kina, apo mbështetjen të cilën Gjoja ka lënë përshtypjen që Rusia po shihet që nuk qëndron aty, paktën këtë fazë, ndoshta mund ndryshon pas disa javësh apo disa muajsh, por ky është një shtet i cili në fakt nuk e ka pas mbështetjen e askujt, ka qenë vetë izoluar, por ka qenë edhe i rrezikshëm. Ka qenë rrezikshëm edhe për ne. A ka pas celula të organizatave iraniane në Kosovë në kohën kur keni qenë ministër i jashtëm dhe zonës kryeministër? A keni pasur ndonjëherë raport prej institucionet të sigurisë, cilat kanë folë për një rrezik përpjekje për influencim, qoftë në akte terroriste realisht, sepse kanë qenë të financuar edhe akte terroriste nëpër botë. Sa kam qenë unë ministër i jashtëm, aktivitetet e Iranit janë përcjellë në detaje, edhe prej institucioneve tona të sigurisë, prej policisë, prej AKI-s, brenda territorit të Kosovës, edhe veprimet e tyre në Ballkan, dhe ka pas raportet që ambasada e tyre në Beograd. Ambasada e tyre në Beograd bën përpjekje që të vepron brenda territorit të Kosovës, qoftë përmes disa individëve në Prishtinë apo disa individëve të tjerë në Prizren. Unë nuk e di me thënë drejtën se kush kanë qenë këta njerëz, se do të thotë janë çështje të cilat i kanë ditë policia dhe AKI-ja, por unë kam pas dhe të informatat të tilla si ministër i jashtëm. Kam qenë i ftuar që ta vizitoj Iranin dikun 3 herë. Ke qenë i ftuar? Po. Me idenë që Irani do ta njeh Republikën e Kosovës. Dhe në atë kohë jam koordinuar ngushtësisht me ambasadorin Dell, i cili ka qenë në Kosovë në mandatin tim të parë si ministër i jashtëm, edhe me shtete tjera perëndimore, po megjithatë me amerikanët, me njerëz caktuar në Prishtinë, po në Washington, me që ishte më shumë një lloj kurthi ftesa tyre që të shkojnë në Teheran, gjë se do ta marrin vendimin për ta njoftë Kosovën. Dhe pas kishte premtime të saktë, kishte premtime të besueshme? Po ka pas komunikim zyrtar përmes ambasadës tyre në Beograd, në Riyadh me ambasadorin Boja. Dhe reagimi jam ka qenë po, merrni vendimin, e dërgojmë ambasadorin Boja, ju dhe kanë të profilit tim, por të njëjtën kohë kem pas frikë që nëse vendosim marrëdhënie diplomatike dhe kemi një shkëmbim të afërt, mund ta përjetojmë një situatë që Irani mund ta godet Kosovën me